Përshëndetje hoxh, unë jam në zar prej vllaznive të burrit. Non-stop më japin zullum, ata janë pa martu. Përshëndetje motor, nuk paske zullum prej vllaznive të burrit, paske prej burrit. E paske burrin veç. Nuk ka drejt bashorti, nuk i lejohet me të lanë ty e me të kqyr prej anash, se si të maltretojnë ty vllazit e ti. Ti ata nuk i ke kur gja, as i ke pas kur. Thjesht e ke një afërsi fizike të caktume me ta për shkak të burrit, jetoni me një shtëpia që jetoni. Prandaj, këtë faja është të burrit, jo të vllazit e burrit. Nëse Allah më xhel që ti përmirësoj ata, mas pari ta përmirësoj ta bjerë në vete burrin tanë. Aja është fajtor, aja është obligim fetar me ndërmarrë diçka burri yt, nëse kjo që po thotë normal gjithmonë nëse është e vërtet. Kujdes, o ju kunet, s'keni kur far përgjegjësie, kur far të drejte me ushtru dhunë, apo me bë zullum, apo me bërtit gruas vllat. Kur far drejte s'keni. Andaj në këtë rast unë, ja të rejke vrejtjen bashortit tënd dhe të gjitha tyre meshkujve që janë këtë kategori që e shohin se vllavet po i bërtet gruas tane edhe ti me s'me baza. Nësa i ka siklet që janë pa martu vete, kanë kap sikletet e veta, nuk ka nevojë edhe nuk ka drejt më shfryj të i bërtit gruas vllaut. Kjo nuk i lejohet. E nëse nuk bëhet kur që është nuk nalen ata, kape ti zot një gruan tane, fëmijët e tu dhe dil dikon. Në që një kolybe në barë, ose dil me një banes me qera, bën diçka. Nëse si e zoti, merr atu familjen tane, nuk meriton më martu. Allah të faltet për mirësoft.